I bëm lekët rushe kumlla, sa prishëm tu, sa shpenzuam atje, sa kushton fundjava këtej, sa kushton java andej, e të tjera me radhë. Sot kemi vendosur që të shkojmë në një nga plazhet më të bukura të Adriatikut, tek gjiri i Lalzit, dhe do të shohim se sa do të shpenzojmë realisht sot për një ditë të vetë me plazhi. Është ditë e shtunë dhe ndryshe nga herët e tjera ne nuk jemi 3 veta sot, por jemi 4. Unë nisëm rreth orës 8 në mëngjes për të evituar trafikun. Këtu jemi në Kashar dhe janë rreth 40 kilometra gjithsej për të shkuar tek plazhi. Normalisht unë sot nuk do të hedh karburant, do të kursej, sepse e kam mbushur para disa ditësh, por do t'ju duhen rreth 10 litra naftë për të shkuar dhe për t'u kthyer, që do të thotë 2000 lekë transporti. Rruga sot ishte e jona dhe shumë shpejt mbritëm në Maminas. Aty ku ndahen edhe rrugët për në Lalz. Shumë e thjesht për ta kuptuar, pasi dyqanet e akulloreve dhe aksesorëve të plazhit duket sikur tregojnë rrugën drejt Lalzit. Ne kemi ardhur edhe herë të tjera në këtë zonë, por kësaj radhe menduam të ndrojmë edhe të mos shkojmë tek i njëjti plazh. Ndaj sot kemi zbuluar një plazh që sapo ishte hapur dhe ishte pranë një resorti të njohur në këtë zonë. Sapo kalon Melian dhe ja ku të shfaqet tabela e bardhë Morfo. Pas ka dhe ambulancë, por edhe stacion policie, ndërsa rruga drejt plazhit ishte rrethuar me pisha që të krijonin një peizazh fantastik. Aq sa po e mendoja seriozisht si opsion për piknik. Pas ka dhe camping për ju që merrni shtëpinë me vete ngado që shkoni. Edhe këtu nuk na erdhi njeri për të na kërkuar pagesë për parkingun, kështu që qenka falas. Sa herë kemi ardhur tek gjiri i Lalzit, më kanë tërhequr vëmendjen këto pishat përgjatë rrugës, dhe po s'kishim ardhur asnjëherë të provonim në një nga këto plazhet, kështu që gjithmonë ka një herë të parë. Ja ku erdhëm edhe tek një plazh tjetër, duket i pastër dhe i qetë. Kur themi pastër, i referohem koshave pranë shezllonëve dhe hapësirës së plazhit përpara çadrave, që nuk kishte mbeturina pasi deti atë punka t'i nxjerri mbetjet në breg. Por jo, këtu ishte vërtet pastër. Ndërsa çadrat këtu kushtojnë 1000 lekë ose 10 euro. Sapo zum vend shkuam për rutinën e ditës. Ambienti ishte i bukur, bar dhe restorant, kështu që duam drekën do ta konsumojmë këtu. Porositëm 2 kafe dhe 2 shishe ujë. Fëmijët nuk donin as akullore as çokoladë. 500 lekë paguam për kafet e mëngjesit, 2 kafe dhe 2 shishe ujë. Tani është momenti për rrezë dielli, por vapa dhe rëra e nxehtë i bëri fëmijët të vrapojnë drejt valve të detit. Gjiri i Lalzit është një nga ato vendet që t'jep ndjesinë e qetësisë sapo mbrin. Në këtë pjesë të bregdetit shqiptar të pret një vije gjatë me rërë të artë dhe të imët. Hyrja në det është e cekët dhe graduale, gjë që e bën këtë plazh ideal si për fëmijët edhe për familjet, ashtu edhe për çdo që dëshiron të shijojë notin pa nxitim. Uji është zakonisht i kthjellët dhe valët janë të buta, duke krijuar një atmosferë relaksuese gjatë gjithë ditës. Një nga veçoritë më të bukura të kësaj zone është pylli me pisha që shtrihet pranë plazhit. Aroma karakteristike e pishave përzihet me ajrin e kripur të detit, duke krijuar një ambient të freskët dhe shumë të këndshëm, sidomos në ditët e nxehta të verës. Ju thash që sot jemi 4 persona, edhe pse familja jonë përbëhet nga 3 pjesëtar, por sigurisht doja të sillja një kosto për një familje të mesme shqiptare, pra me 4 veta, dhe i kam marrë vllajt borxh djalin. Unë nuk kam qef faktikisht i nxjerr fëmijët në videot e mia, janë ata që më kërkojnë dhe insistojnë që të dalë edhe unë, qoftë Matej, qoftë edhe Andri, dhe diçka tjetër doja të thoja këtu se për sa i përket kësaj që unë kam bërë sot. Është shumë e rëndësishme të kemi kujdes sepse zakonisht është përgjegjësi e madhe kur ti merr fëmijën e dikujt tjetër, pavarësisht se është njësoj sikur të jetë djali im. Sepse incidente, raste dhe ndodhi kemi dëgjuar pafund
dhe duhet t'i mbajmë veshët dhe syt hapur gjatë gjithë kohës. Gjithashtu Andri përveç se është nipi im, por është edhe një nga ndjekësit e mi më besnik. Thuaj se i ka parë të gjitha videot e mia. Cila ishte e fundit? Video i fundit që pash ishte ajo në Merano. Në Merano. E si ishte, të pëlqeu apo? Po, i bën shumë mirë video. E mos më bëj qefin. Jo, me të vërtet, i bën shumë mirë video. Të pëlqejnë videot e Xhaxhit? Po. Faleminderit, është kompliment kë. Po. Besoj se e vutre që Andri flet shumë mirë shqip, pavarësisht se ka lindur dhe është rritur në Itali, por përveç kësaj ai di edhe ta shkruaj dhe ta lexoj gjuhën shqipe, është e vërtet? Po. Dhe ky është një fakt shumë interesant dhe është për t'u vlerësuar edhe për gjithë ju që keni emigruar dhe jetoni jashtë kufijve shqiptar, transmetojani gjuhën shqipe fëmijëve të tuaj, sepse është një trashëgimi shumë e rëndësishme për kombin ton dhe është dhe një arsye pse unë i titroj me titra në anglisht të gjitha videot e mia, që t'ua bëj më të thjeshtë për ta kuptuar. Sot kishim vendosur disa rregulla strikte, të cilat nuk guxoi t'i thyen të askush. Larg pajisjeve teknologjike edhe vetëm lojra, mos u nxe, domino dhe futboll. 6. Fitova unë, mos u nxe dhe nuk nxehem asnjëherë, prandaj fitova. U lodhëm aq shumë sa nuk e keni iden, saqë dëshira për të shkuar në restorant ishte menjëhershme. Po dëgjoja ca pushues që po thonin që jo po s'ka gjallëri, nuk ka muzikë të lartë. Keq e kemi ne shqiptarët, hall me muzikë, hall pa muzikë. Në fakt muzika është në nivel të ulët, po është qetësi. Çmimet nuk janë dhe aq shtrenjtë realisht. Të gjithë bizneset në Shqipëri ankohen për fuqi punëtore, po këtu nuk e di se çka kam dot, po se ku i ka gjetë gjithë këto kamariera, unë nuk e di. Porositëm një shishe uji, 2 golla verë, një salat morfo, 2 pasta me fruta deti, një midhje, një levrek, një kocë dhe një fritur. A mund ta pastroj ta kamarierja, mund ta bëj gati për fëmijën peshkun? Interesante, mirë, pozitive. Midhjet ishin shumë të mira, po ishin shumë. Nuk kam ku t'i çoj. E kam thënë gjithmonë dhe nuk dua të përsëris veten, por restorantet që e kanë kuzhinën e hapur më pëlqejnë. Porositëm ëmbëlsira vetëm për fëmijët, pasi ushqimi ishte aq i mirë sa unë i hëngra të gjitha dhe nuk kisha më vend. Frutat i keni nga restoranti ta kamarieri. Po ti folo burr tash kisha porosit vetëm frutat, mos kisha marrë gjithë gjona. Prit tash se ke fatura s'të falu, nuk toleroj këtu se e shoh me detaje. Ciao, është çast, është, mos është në gjë më shumë apo mos është në gjë më mangut. Edhe kur ka qenë mangut, e kam thënë që dua ta paguaj. 117 euro për 4 persona me gjithë porosit që morëm ne. Çmimet janë të arsyeshme, domethënë. Pas janë dhe kartë review-ja dhe kjo është gjë e mirë sepse i ndihmon të tjerët që vinë të kuptojnë se si shërbehet, çfarë ushqimi ka dhe unë mendoj që i meritojnë 5 hyje nga 5. Tani do t'i fus një përqafu me ati shezllonit se s'kam dëshirë për të bërë asgjë tjetër. E kush të letë flesh gjumë kur je me kalamaj. Qo, se do ikim të ura.
2 Freddo cappuccino dhe 2 shishe ujë, 940 lekë. Jemi duke pritur perëndimin, është ora 19:40 diçka e tillë, edhe pak minuta na duhen që të zbresi dielli dhe të perëndoj. Kështu që më pas do ikim në Tiranë, kështu evitojmë edhe trafikun e pasdites. Përpara se t'ju tregoj perëndimin e diellit, po ju tregoj edhe kostot që shpenzuam sot, pra perëndimin e portofolit. 20 euro kushtoi karburanti për të ardhur dhe për t'u kthyer përsëri në Tiranë, 5 euro kafet e mëngjesit, 117 euro kushtoi dreka, 10 euro shezllonët dhe 10 euro po themi edhe kafet e pasdites. Një total prej 155 eurosh. Dhe me këtë pamje fantastike të perëndimit të diellit këtu në Gjirin e Lalzit, ju lë takim në videon e ardhshme, javën që vjen, ditën e njëjtë, me ndoshta perëndime të tilla, por jo kaq të bukura.